Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edhe sot do të vjoj me shpjegimin e 3 parimeve të Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ajzalallahu lahu al-ajra wa thawab. Dhe dje folëm për çështjen që feja është 3 grad: Islami, imani dhe ihsani. Më pas autori i fillon në mënyrë të detajuar dhe thot: dhe shtyllat e Islamit janë 5: shahadeti la ilaha illallah dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut, falja e namazit, dhënia e zakatit, agjërimi i Ramazanit dhe shkuarja në shtëpinë e Allahut, në shtëpinë e shenjtë të Allahut, i Kabe. Dhe argumenti i shahadetit, thot, i dëshmisë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, argumenti i kësaj dëshmie është fjala e Allahut të lartësuar: shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allahu dëshmoi se nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij, dhe për këtë dëshmuan edhe ëngjëjt, edhe dietarët, të gjithë dëshmuan me drejtësi se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Dhe kuptimi i kësaj dëshmie është se nuk ka të adhuruar të merituar përveç Allahut një të vetëm, duke mohuar çdo gjë që adhurohet përveç Allahut të lartësuar, dhe duke e fiksuar këtë adhurim vetëm për Allahun një të vetëm, pa shok dhe pa ortak në adhurimin e tij. Ashtu sikurse ai nuk ka ortak edhe në sundimin e tij, po ashtu nuk ka ortak, thot imami, edhe në adhurimin e tij. Ky argument i surës Ali Imran që imami solli për argumentin e shahadetit është një dëshmi nga Allahu madhruar për veten e tij, dhe një dëshmi nga ëngjëjt e tij, që janë banorët e qiellit, që po ashtu për të dëshmi dëshmuan edhe dietarët prej krijesave, dëshmuan me drejtësi se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe sa ai është një i vetëm, pa shok dhe pa ortak. Dhe kuptimi i kësaj dëshmie është se nuk ka të adhuruar, jo thjesht Zot, se zotat që adhurojnë përveç Allahut ka, po të adhuruar, të merituar tjetër që meriton këtë adhurim nuk ka. Dhe fjala la ilaha illallah përbëhet nga 4 fjalë: la ilaha illa Allah. Janë 4 fjalë pra që përbëhet kjo fjala e shahadetit, që nuk kupton që nuk ka të adhuruar të merituar përveç Allahut. Dhe me këtë kuptim erdhi edhe Kurani, nga që ka prej grupeve të humbura që adresohen tek Islami, si Esharint, Maturidint dhe të tjerë, që thonë kuptimi i fjalës la ilaha do të thotë që nuk ka krijues tjetër, shpikës tjetër të krijesave përveç Allahut. Nuk ka, disa tjerë thonë që nuk ka të plotfuqishëm tjetër që mund të shpik dhe të krijoj. Dhe i janë larguar të gjitha këto grupe, Muhammed, i janë larguar përmendjes së fjalës së i adhuruar. Keni lexuar në libra plot që janë dhe në shqip, që thonë kuptimi i fjalës la ilaha illallah do thotë që la qadir ala al-ikhtira, nuk ka të fuqishëm që mund të shpik përveç Allahut, vetëm ai është që është krijues tjetër, nuk ka. Ne duhet të përqendrohemi pra tek kuptimi i saktë i fjalës la ilaha illallah, që është nuk ka të adhuruar të merituar përveç Allahut. Dhe me këtë erdhi dhe Kurani. Allah madhruar thot në Kuran: Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah, që ju të mos adhuroni tjetër përveç Allahut. Dhe fjala Zotu është i adhuruar, nuk ka të adhuruar të merituar përveç Allahut të lartësuar. Me këtë komentim erdhi dhe Kurani. Dhe disa prej tyre grupe të humbura thonë që
ky lloj komentimi që nuk ka të adhuruar të merituar është një këndvështrim i Muhammed ibn Abdul Wahhabit. Dhe ishte një zell që ai tregoi një mendim i tij që nuk mbështetet pra nga imamët e tjerë. Mi po ne i themi që ai që thot këtë është ignorant me vetë Kur'anin, se në Kur'an thuhet ella ta'budu illa Allah, që ju të mos adhuroni tjetër përveç Allahut. Dhe ky është kuptimi i fjalës Zot është i adhuruar. Allah më dhuar thot në Kur'an: "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayruh." Ne dërguam Nuhun tek populli i tij dhe i tha popullit vet: "O populli im, adhuroni Allahun një të vetëm, se nuk keni të adhuruar tjetër përveç tij." Dhe po ashtu në profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti El Husein ibn Ubejdin radhiyallahu anhu dhe i tha: "Sa zota adhuron sot?" Tha 7. 6 në tokë dhe 1 në qiell. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Por cilin prej tyre lut kur ke ndonjë gjë frikë ose shpresë?" Tha: "Alladhi fis sama", atë që është në qiell. Ky është kuptimi i fjalës la ilaha illallah, që është nuk ka të adhuruar të merituar përveç Allahut, se po të nuk ka zot tjetër përveç Allahut, thonë të tjerë që ka zota plot. Ka njerëzit adhurojnë shumë zota, mi po ai që meriton këtë adhurim është vetëm Allahu i madhruar dhe askush tjetër përveç tij. Ky është kuptimi i fjalës la ilaha illallah. Nuk ka të adhuruar të merituar që meriton adhurimin përveç Allahut, se nëse e the zota, atëherë ka zota të tjerë që njerëzit i adhurojnë. Njerëzit adhurojnë dhe kafsh. Njerëzit adhurojnë lloj-lloj gjëra sot. Më thënë, edhe kështu ka qenë në kohët e para. Mi po janë të adhuruara dhe zota të kot, që njerëzit i adhurojnë përveç Allahut. Dhe fjala la ilaha illallah përbëhet nga 2 shtylla. La ilaha illallah. Mohim dhe pohim. Mohon çdo gjë që adhurohet përveç Allahut dhe pohim. E pohon këtë adhurim vetëm për Allahun e madhruar, pa i bërë asnjë shok dhe ortak në këtë adhurim. Më pas imami thot dhe komentimi i kësaj fjale që e shpjegon këtë më mirë është fjala e Allahut të lartësuar: "Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Dhe kujto kur Ibrahimi i tha babait të vet dhe popullit të vet: "Unë jam larg asaj që ju adhuroni përveç atij i cili më krijoi, sepse ai ka për të më udhëzuar." Dhe Ibrahimi e bëri këtë fjalën la ilaha illallah, si trashëgim tek pasardhësit e vet, që ata të vijnë ditë të kthehen përsëri te kjo fjala la ilaha illallah. Dhe fjala Allahu të lartësuar thot: "Qul ya ahli al-kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Pra, këtë gjë e komenton më shumë fjala Allahu të lartësuar kur Ibrahimi i tha popullit të vet, babait të vet dhe popullit të vet. Çfarë i tha Ibrahimi? Përgjigjja është, i tha: "Unë jam larg, distancohem nga ajo që ju adhuroni përveç atij i cili më krijoi." Pra, dhe kjo fjalë, pra Ibrahimi alayhis salam e atriboi këtë adhurim vetëm për Allahun dhe në anën tjetër kishte dashuri për këtë fjalën la ilaha illallah. Në anën tjetër kishte edhe urrëtie për idhujtarin dhe për idhujtarët. Dhe i tha: "Unë jam larg, distancohem nga ajo që ju adhuroni." Dhe Ibrahimi këtë fjalën la ilaha illallah e bëri të jetë trashëgimi tek pasardhësit e tij. Dhe siç dihet, Ibrahimi alayhis salam është babai i profetëve dhe profetët që erdhën pas tij, që të gjithë erdhën për të rrënjosur tek popujt e tyre këtë fjalë la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar të merituar përveç Allahut. La'allahum yarji'un, që shpresonte që ata të ktheheshin tek ajo fjalë pas tij,
Po ashtu Allah i Resulluar thotë në Kur'an, thuaj o Muhammed, o ju pasuesit e Teuratit dhe Injilit, i dhjatës së re, dhjatës së vjetër, i Biblave, e janë të gjithë ju që të vendosim një fjalë të përbashkët mes nesh dhe jush. Cila është kjo fjalë? Ella na'budu illa Allah, që të mos adhurojmë asnjë tjetër përveç Allahut. Kjo fjalë është fjala la ilaha illa Allah. Kjo është një fjalë mesatare, një fjalë e drejtë mes nesh dhe mes jush. Dhe kjo është ajo fjalë me të cilën erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ella na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a, që të mos adhurojmë asnjë tjetër përveç Allahut dhe të mos i bëjmë atij asnjë shok në këtë adhurim. Pra, kjo fjalë është fjala e tauhidit, që komentohet që të mos adhurojmë asnjë përveç Allahut dhe të mos i bëjmë atij asnjë shok dhe ortak në këtë adhurim. Ola yettakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dhe që të mos marri asnjëri prej nesh zota të tjerë përveç Allahut, që mos të bëjë asnjëri shirk dhe idhujtari. Nëse ata i kthejnë shpinën kësaj fjale, atëherë kanë mohuar. Faqulu shhadu bi anna muslimun. Pra, në këtë ajet, Allah madhruar thot, nëse ata ju refuzojnë juve dhe nuk i nënshtrohen kësaj fjale, fjalës la ilaha illallah, që është një fjalë e përbashkët mes nesh, atëherë ju nuk jeni musliman. Thuaj ju atyre që nëse ata e refuzojnë këtë fjalë dhe kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Më pas autori thot, ndërsa argumenti i dëshmisë Muhamedi është i dërguari i Allahut, është fjala Allahut të lartësuar, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ju ka ardhur një i dërguar nga vetë ju. Pra, Allah i lartësuar thotë në këtë ajet duke u betuar, sepse laqad, lami këtu është betim dhe kuptimi i ajetit është wallahi, betohem për Allahun, Allah betohet që juve ju ka ardhur një i dërguar nga vetja juaj. Pra, është një betim. Kush është betuesi? Është Allahu i madhruar, i cili thot betohem se juve ju ka ardhur një i dërguar. Është betuar për dërgimin dhe ardhjen e të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që është nga vetja juaj, nga gjinia juaj, nga fisi juaj, nga lëkura juaj, që flet gjuhën tuaj, që ju të kuptoni e të thirrni mendjes, dhe ky është një argument i qartë për dëshmin Muhamedi është i dërguari i Allahut, se kuptimi i dëshmisë Muhamedi është i dërguari i Allahut është që të besosh se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi Allahu me fen islame, të besosh pa patur asnjë ndjenjë pasigurie. Dhe kuptimi thot i kësaj dëshmie që Muhamedi është i dërguari i Allahut është që të bindesh atij për çdo gjë që ka urdhëruar. Ta besosh për çdo gjë që ka njoftuar, të largohesh nga çdo gjë që ka ndaluar ose penguar dhe të mos e adhurosh Allahun veç në atë formë që ai ka legjisuar. Ndërsa argumenti thot i namazit dhe zakatit dhe i komentimit të tauhidit është fjala Allahut të lartësuar, "O ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyimah." Ata nuk urdhëruan për tjetër veç se që ta adhurojnë Allahun, duke ia përkushtuar të gjithë fen vetëm atij, dhe të falin namazin dhe të japin zakatin, dhe kjo është feja e drejtë. Ndërsa argumenti i agjërimit thot është fjala Allahut të lartësuar, "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që besuat, juve ju është obliguar agjërimi, si që ju obligua edhe atyre që ishin para jush, kështu që ju të jeni të devotshëm. Ndërsa argumenti i haxhit thot është fjala Allahut të lartësuar, "Walillahi 'alan nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Njerëzit duhet të kryejnë haxhin në shtëpinë e Allahut për atë që ka mundësi ta bëjë këtë gjë, ndërsa kush mohon,
Allahu është i pasur nga të gjithë botët. Më pas tani këtu autori pra filloi të shpjegoj së pari dëshminë. Muhamedi është i dërguari i Allahut. Dhe kuptimi i kësaj dëshmie që Muhamedi është i dërguari i Allahut si bëhet duke ju bindur atij për çdo gjë që ai ka urdhëruar. Nga që ajo që ai sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar ose urdhëruar është një social që Allahu ka urdhëruar ose ndaluar. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin e saktë ela wa inna ma harrama rasulullah mithlu ma harrama Allah. Vini re, çdo gjë që ka ndaluar i dërguari i Allahut është njësoj si ajo që ka ndaluar Allahu. Prandaj ne duhet i bindemi profetit sallallahu alaihi wasallam për çdo gjë që ai ka urdhëruar. Dhe ky është kuptimi i dëshmisë Muhammed Rasulullah. Dhe nëse nuk i bindesh atij për çdo gjë që ai ka urdhëruar, atëherë nuk e ke zbatuar këtë dëshmi, se ke dhënë hakun dhe je gënjeshtar dhe rrenacak në atë fjalë që pretendon që ai është i dërguari i Allahut, sepse ti nuk i bindesh atij për atë që ai ka urdhëruar. Pisa tjetër e kësaj dëshmie është ti ta besosh atë për çdo gjë që ka njoftuar. Çdo gjë që ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam për lajmet e fshehta, për xhenetin, për zjarrin, për gjërat që kanë për të ndodhur në të ardhmen, muslimani duhet ta besojë. Prandaj Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thoshte haddathani as-sadiqul masduq, më ka thënë ai i sinqerti i cili besohet në atë që thot. Madje Ebu Hurajra radhiyallahu anhu kur përmendi diçka tek nxënësit e tij në lidhje me Isën alayhi salam, i cili ka për të zbritur në kohët e fundit, dhe i tha nxënësve të vet, kush ka për të takuar Isën prej jush, le t'i japi selam prej meje. Pra, profeti sallallahu alajhi wasallam duhet besuar për çdo gjë që ka njoftuar. Pjesa e tretë e kësaj dëshmie është të largohesh nga çdo gjë që ai ka ndaluar ose penguar. Sepse çdo gjë ai ka ndaluar ose penguar është e barabartë me atë që Allahu ka ndaluar ose penguar. Dhe madhruar thot në Kur'an: "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Çfarë ju ka dhënë i dërguari, merreni dhe veprojeni, dhe çfarë ju ka ndaluar, largohuni prej saj. Dhe pjesa e katërt e kësaj dëshmie është mos e adhurosh Allahun veçse në atë formë që ai ka ligjësuar, të mos e adhurosh me shpikje, me bidate, me risi, nga që profeti sallallahu alajhi wasallam thot: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa urad." Çdo gjë që nuk është dhe nuk i takon çështjes sona, ajo është e refuzuar. Prandaj Allahu madhruar nuk adhurohet me mendime as me shpikje në fe, por duhet adhuruar vetëm nëpërmjet një rruge, që është rruga të cilën e ka skicuar për ne i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe më pas përmendi argumentin e zekatit, argumentin e namazit, argumentin e agjërimit, argumentin e haxhit, të cilat janë të qarta në argumentimin e tyre. Prandaj, kjo ishte edhe baza e dytë, njohja e profetit sallallahu alaihi wasallam, grada e islamit, që është shtyllat e islamit, dy dëshmit. Prandaj nxënësi dijes duhet i mësoj këto shtyllat e islamit, duke thuar që me shahadeti, falë namazit, dhënë zekatit, agjërimin e Ramazanit dhe shkuarjen në haxh, ti mësoj këto me argumente që më pas ta përcjelli me lehtësi, ta ketë siç pi ujë, siç ka diçka të lehtë praktike, ti di, ti memorizoj këto gjëra, që ta ketë të lehtë ja përcjelli më pas familjarëve të vet, njerëzve të cilët i thërret në fen e Allahut të madhruar. Prandaj nxënësi dijes duhet i kushtojë rëndësi këtyre bazave dhe komentimit dhe kuptimit të dëshmisë Muhammed Rasulullah dhe dëshmisë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Kjo ishte pra grada e parë, grada e islamit, për të vjuar në ditën në vijim me gradën e imanit dhe ihsanit. Me kaq mjaftojmë për sot. O sallallahu alaihi wa sallam ala sayidina Muhammed wa alihi wa sahbihi ajma'in.